Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në takimin e radhës të emisionit Dritë në Oqean në këtë puntat të kësaj dite të premte. Atëherë do të jemi sërish bashkë për të diskutuar në lidhje me funksionimin e pushtetit vendor, për marrëdhëniet të ndërsjellta dhe për detyrimet, për misionin që ka ky pushtet në lidhje me mandatin e vet dhe në lidhje me komunitetin. Normalisht do të thënë që në krye përpara se të prezantoj të ftuar që ne kemi pasur të ftuar dhe drejtues pushtetit vendor, kreun e Bashkisë Fierit dhe kreun e Bashkisë Lushnjë, po për hir të angazhimeve të tyre ata nuk janë të pranishëm sot në këtë studio. Gjithsesi, po ju njoh me të ftuar emrin me sot me pa humbur kohë. Është Vladimir Semini, me detyrën aktualisht skenograf në televizionin Apollon, por si ish drejtues në 3 mandate si kryetar në komunën e Semani. Pra keni një përvojë të mjaftueshme. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Është kolegu gazetari Makuponi, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Është Festim Manaj, jurist, njerëz kryetar i shoqatës së verbërve Dega Fier, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Dhe kolegja jon Majlinda Rama, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Normalisht, si i ftuari që keni njërin të kontakti më drejt për drejt, do ta filloj me ju, zoti Semini, duke shkuar në zgjedhjet e para, konkretisht në vitin 92-96. Jemi aktualisht në vitin 2011, përfundon mandati i 5 i të zgjedhurve vendor. Por le ta nisim qysh në hershmëri, vështirësitë dhe ju keni qenë drejtues në zgaboj në 92-96. Pra, sa e lehtë dhe sa e vështirë ka qenë për të qenë ju të parët si drejtues të pushtetit vendor, kur dihet që ka pasur edhe një vakum të lishmërisë dhe të njësër kompetencash. E vërteta është që mandati i parë i të zgjedhjeve vendor ka qenë një mandat me vështirësi në gjithë infrastrukturën e qeverisë vendore. Kam parasysh që në vitin 92 ishte një praktik e parë mbas shumë vitesh që u bë dhe kalimi dhe tranzicioni i sistemeve, nga një sistem ndryshe në një sistem pluralist dhe me organizim të pushteteve me një natyrë tjetër, domthonjë duke sjell ato eksperienca, ato përvojë që kishte Europa dhe mbar bota. Dhe në 92-shi startoi me këto lloj qeverisje, me pushtetin vendor. Kuptohet që vitet 92 deri në, mund të them, 98 dhe afër viteve 2000 kanë qenë vite shumë të vështira për menaxhimin e pushtetit vendor. Aktualisht pushtetarët vendor, të zgjedhurit vendor, administratat vendore vinin nga eksperienca të tjera menaxhimit të qeverisë vendore. Dhe kjo përbënte një lloj dileme në rrugën me plot panjohura, me plot vështirësi. Sigurisht që koha solli edhe ndryshimet. Aktualisht kishte boshllëk në plotësimin për kryerjen e detyrave të qeverisë vendore me ligje, të kuadrit ligjor dhe qeveritë ekzistuese, se kuptohet nga vitin 92, 91, 92 deri nga 98-a qeveritë kanë bërë një rrokollisje, një lëvizje, si thosh, jo pak të vogla në hapësirën e kohës, dhe her pas here kuadri ligjor i menaxhimit të detyrave për qeverisë vendor plotësohej gjithmonë me vendime të qeverisë. Pra, mund të them ka qenë një vit ose ka qenë një mandat goxha i vështirë. Çfarë do të ngasmoj më tepër në këtë aspekt? Mungonte një bazë ligjore. Nuk ishte një buxhet. Sepse të ardhurat që krijoheshin, ato pak, se nuk ishin kushte di se çfarë, po ato pak të ardhurat që krijoheshin, ashtu siç krijoheshin nga disa drejtori që funksiononin, drejtoria e bujqësisë, pyjorja, ujësjellsi, edhe po këto buxhete të mbledhura kalonin direkt në mënyrë të plot tek buxheti qendror i qeverisë së madhe. Edhe kjo përbënte një lloj problemi për qeverisë vendore.
Dhe një qeverisje vendore, pa një buxhet të saj, pa një infrastrukturë, pa një bazë ligjshmërie, kuptohet që në rrugë domon dilshin shumë probleme dhe vështirësi për të menaxhuar. E qartë. Zoti Bonel, për të vjedhur më tej do të kalojmë tek lidhja që ekziston midis pushtetit vendor dhe komunitetit. Ky përshkallëzim, do të thoshë që ndodhi pas viteve 90, pra në vitin 92 për herë të parë. Ky përshkallëzim ose përndarje e pushtetit duket se krijoi një lidhje edhe më të afërt, më konkrete, më koherente të komunitetit me pushtetin vendor. Po, kështu është u bë një lidhje e drejtë për drejtë, e ndërsjellë, pra reciproke midis komunitetit edhe pushtetit vendor. Dhe kjo është një lidhje sa reale, aq edhe e fuqishme, në rast se të dy kahet janë rigoroz në kryerjen e detyrave. Shoqëria civile, si thush, komuniteti përballë detyrave që ka në kuptimin edhe ndaj shoqërisë në tërësi, ndaj pushtetit ekzekutiv në qeverisjes në tërësi, ndaj ligjeve, po ashtu në një farë mënyrë në miniaturë do ta shikojmë si një qeveri të vogël edhe pushtetin vendor, qoftë një bashki apo një komunë, e cila brenda vetes është vërtet me potencë, ka një potencial të fuqishëm që në rast se di mund ta menaxhoj këtë pushtet, kjo do të ndikojë drejt për drejt tek komuniteti. Po ndërkaq është komuniteti në rastin tonë që edhe ai ka detyrat e veta, dhe kur themi komunitet ne nuk kuptojmë vetëm fjalën popull. Kjo do ishte fare i njanshme dhe një pjesë në tërësinë e komunitetit. Pra e hyn të gjithë kategoritë e këtij komuniteti, hyn sistemi tërësor që të përbën jetën aktive të këtij komuniteti me të gjithë aksesorët e tij. Dhe nëse edhe ky nga ana e vet vepron, si thua, sepse këtu varësia nuk është e njanshme, në të gjitha institucionet, në të gjithë biznesin e tjerë, ti ke marrëdhënie të drejtë për drejta dhe të detyrueshme me pushtetin vendor, por njëkohësisht je pjesë e një shteti, i një qeverie në tërësi, e cila dhe ajo ka detyrime dhe pjesën e saj ndaj këtij apo atij komuniteti. Dhe në këtë rast duhet të shtoja diçka që ne që diskutojmë bashkarisht këtë temë, në rastin konkret ne jemi midis këtyre dy kategorive, ne jemi midis pushtetit vendor, jemi dhe midis komunitetit, domethënë media në këtë rast ka një rol të veçantë, specifik, domethënë, edhe tepër të fuqishëm, jo vetëm në ngritjen e opinionit për problemet të ndërsjella midis pushtetit vendor edhe komunitetit, jo vetëm pasqyrues, informues, por ka edhe detyrimet për mbajtjen e ekuilibreve, për të imëshuar një kritike në momente të caktuara, apo për të evidencuar dhe anët e mira, sepse edhe anët e mira janë një provojë e cila shërben për të dy palët, qoftë për përgjithësinë e pushtetit vendor, qoftë edhe për komunitetin. Po. Dhe të vazhdojmë me ju, zoti Festim. Atëherë, çfarë do të shënonte sipas mendimit tuaj kjo ndarje e re ose pushteti vendor që është aplikuar për herë të parë në zgjedhjet e vitit 1992, një risi le ta quajmë në vitin 92. Po mund të jepni mikrofonin? Faleminderit zoti Bujar. Në spari përshëndes gjithë teleshikuesit e televizionit Apollon, sepse për mua është hera e parë që komunikoj drejt për drejt në një emision të tillë. Por jo e fundit. Absolutisht, dhe shpresoj që bashkëpunimi jonë tjetë, domethënë, të vazhdoj. Atëherë, sa i përket pyetjes që ju më drejtoni, përveç asaj të qenit si kryetari një shoqate, domethënë, këtu në Fier, unë nga profesioni, sapo jam diplomuar në degën e drejtësisë dhe nga ana ligjore, domethënë, pretendoj se e njoh goxha mirë, domethënë, mënyrën e funksionimit të pushtetit lokal. Është e vërtetë ajo që thanë zotrin, qoftë zoti Semini, qoftë zoti Makupone, që në momentet kur, domethënë, ne dolëm nga diktatura, atëherë kishte një boshllëk, një vakum ligjor, dhe gjatë këtyre 20 vitëve tranzicion, që për ne mendoj se është goxha i gjatë, domethënë, gjërat kanë evoluar
aq sa sot për funksionimin e pushtetit lokal ekziston një ligj i veçantë, ligj organik për organizimin dhe funksionimin e pushtetit lokal. Dhe ajo që është më e rëndësishmja, nga shteti shqiptar është ratifikuar Karta Sociale Europiane dhe Karta e Autonomisë së Pushtetit Vendor. Gjë e cila presupozon se të gjitha nenet e kësaj karte janë të implementuara brenda legjislacionit shqiptar. Por problemi nuk është ky, sepse në përgjithësi në jetën e përditshme ne pretendojmë se kemi ligje shumë të mira, kemi hartuar një legjislacion që në një përqindje rreth 70% përputhet me legjislacionin e Bashkimit Evropian, por problemi është se sa zbatohet ky legjislacion, domethënë. Personalisht kam objeksionet e mia, gjërat janë në evoluim, por do të thoja që ajo që mua më shqetëson më tepër dhe që nuk e di sa do të ishte dakord paneli me mendimin tim, është që shumë herë, domethënë, brenda konjunkturave, brenda veprimit të pushtetit vendor dhe jo vetëm, domethënë fut hundët politika. Ajsa po të shikosh, domethënë, në mënyrën e funksionimit të pushtetit lokal sot, pushteti lokal është akoma pa një buxhet. Çfarë do të thotë? Pengohet veprimtaria normale e ekzistenca e këtij organi, domethënë, dhe mënyra se si ky organ mund t'ju vijë në funksion qytetarëve apo mund të kryejë atë kontratë që ka lidhur me votuesit e vet. Dhe kjo është lë shumë për të dëshiruar, sepse shumë projekte mbeten në mes, shumë arterje të zhvillimit, domethënë, kaputen, dhe kjo është fatkeqësi për atë qytetar që krijon një gjendje pezullshmërie. Absolutisht po. Absolutisht po. Unë kështu do të mendoja, domethënë. Pra, duke kthyer apo duke tërhequr tharmin e asaj që ju thatë, ekziston, ka një ekzistencë të ligjeve, por problemi i madh është tek zbatueshmëria e tyre. Natyrisht po. Po. Le të vazhdojmë me ju, zonja Rama, konkretisht në këtë risi do të thoshja që pra jemi brenda një despoti që solli aplikimi i zgjedhjeve të pushtetit vendor në Shqipëri. Ashtu siç e thamë dhe parafolsi, duke patur një pushtet vendor, duke patur një qeverisje të tillë, duke patur një kryetar komune apo bashkie, duket që dhe shërbimi për qytetarin do të jetë më i afërt, më konkret, më domethënës dhe më i shpejt. Të paktën këtë presupozon. Por duke parë përvojën që nga 92-shi dhe në ditët e sotme, unë kam përshtypjen se asnjëra prej zgjedhjeve nuk ka ndryshuar nga tjetra dhe pikpamjet politike kanë qenë ato që kanë ngërthyer pushtetin vendor duke bërë atë lev të vetëm dhe duke vënë në funksion të vetin të gjithin. Në çastin që politika e politizon dhe këtë institucion që vihet në shërbim të komunitetit, atëherë dhe shërbimi në këtë pikpamje zbehet për mendimin tim. Pra, shikojnë pjesa dërmuese, unë nuk mund të paragjykoj të gjitha njësitë vendore, por pjesa dërmuese është e zhytur në kontekstin politik dhe është e detyruar të zbatojë atë lloj linje, le të themi. Kam parasysh këtu Bashkinë e Fierit, kam parasysh Bashkinë e Patosit momentalisht, por kuptohet që këto kanë qenë probleme edhe më të thella, sepse nëse flasim për tranzicion në zhdukje e sipër, do thotë që kanë qenë edhe më të thella rrënjat e këtyre problemeve. Qëse do të referohemi bashkive që sot drejtohen nga të majtë normalisht, por që është bërë, le themi, një barriere madhe problemi i Këshillit Bashkiak, atëherë natyrshëm na lind mendimi apo konkludojmë në atë që themi që sot njësia vendore nuk funksionon si duhet, nuk funksionon aq demokratike sa të shërbej komunitetit, sepse komuniteti është ai që i drejton syt nga njësia vendore, pret investime, pret shërbime të llojeve dhe natyrave të ndryshme. Në çastin që këto bllokohen, këto lloj investimesh, atëherë dhe komuniteti është i pakënaqur. Doja që të ndalesha pak dhe tek roli i medias, meqense më ngacmoi profesor Maku. Po. Shpeshherë jemi ose dhe media jon konkretisht jemi të detyruar pra që këto që unë thash pak më lart ti përcjellim në mënyrën tonë për të bërë lidhse mes komunitetit dhe qeverisjes vendore për arsye sepse këto të dyja shpeshherë përplasen me njëra tjetrën. Për arsye nga më të ndryshme të qofshin këto dhe të justifikuara, le të themi, nga njësia vendore. Po. Do të vazhdojmë sërish me ju, zoti Semini, në ligjin 8652, që është për organet e funksionimit të qeverisjes vendore,
përmendet dhe termi subsidiaritet, që është parimi i kryerjes së funksioneve dhe ushtrimit të kompetencave sa më pranë shtetasve, pra i nivelit të kësaj qeverisje, që flasin qeverisja vendore. Ç'do të thotë për një drejtues të pushtetit vendor pikërisht ky term, pra kryerja e funksioneve dhe kompetencave sa më pranë në nivel qeverisje sa më pranë shtetasve? Pra për ta kodifikuar pak më thjesht. Me çfarë bare do thoshe ose përgjegjësie vishet një kandidat për të qenë drejtues i pushtetit vendor në një komunitet caktuar? Unë do ta arsyetoja më parë sipas mënyrës, domthonë që ndoshta nga ato vite që kam punuar, do thoja që çdo pushtetar kur merr një mandat nuk presupozon që ky pushtetar, ky kryetar bashkie apo kryetar komune do të jetë lideri, do të jetë qytetari numër 1, domthonë nga spaletat, nga gradat, nga hierarkitë. Unë gjykoj që marrja e një mandati për një pushtetar të zgjedhur direkt nga populli është një përgjegjësi, dhe në momentin që ai merr këtë mandat, pra kur votohet nga komuniteti dhe qytetarët, këtu lindin njëherë detyrimet e mirëfillta, lindin obligimet për këtë pushtetar të zgjedhur që këtë mandat, këtë portofol, ai mos ta ketë monopol, por ta kthej në shërbim për komunitetin dhe qytetarët. Dhe mendoj që këtu nis dhe përgjegjësia. Sigurisht që unë do të them që ka eksperienca të mira, ka kështu kryetar bashkish, kryetar komunash të mandatuar që vërtet sjellin eksperiencat më të mira, sjellin modele më të mirë të qeverisë vendore, bën një menaxhim të punëve dhe të qeverisë vendore në mënyrë të përkryer. Por jo në pak raste mund të them që nuk ka dhe përfaqësime dinjitoze. Edhe është ajo që unë do t'i rikthehem prapë, që marrja e mandatit presupozon që atje arrin një kulm dhe gjithçka ka përfunduar. Përkundazi, aty fillojnë përgjegjësitë dhe ngarkesat. Aty fillojnë vegjeton karrigen e të parit. Po. Kështu që unë ndoshta nuk do të bëj një argument të gjatë, por them që në këtë kohë që qeverisim ka eksperienca të mira. Por sigurisht që ka dhe deficite, ka dhe defekte. Dhe kjo nuk është përgjegjësi vetëm e të mandatuarit, atij që ka marrë një portofol apo ka marrë një grad. Kjo është përgjegjësi edhe e qytetarit, edhe e komunitetit. Dhe unë ndoshta mase do të kemi mundësi dhe hapësira për të diskutuar pak më vonë që qytetarit njërë në 4 vjet, se ishte njërë në 3 vjet, po në një mandat të vetëm, por tani tashum njërë në 4 vjet, ka një armë të vlefshme në dorë, që do të thotë ka një vot që këtë do ta përdor si një armë të fuqishme në dobi të nevojave dhe të interesave për veten dhe për qytetarët e tjerë. Jemi prapë te kjo, po kishit përshkruar? Jo, në fakt duke qenë se ju përmendët shprehjen në shërbim të qytetarëve apo jo? Po, sa më pranë shtetasve. Po, sa më pranë shtetasve. Unë kam përshtypjen që titulari në rastin konkret kryetari i bashkisë apo i komunës, qysh në çastin që fiton votën e elektoratit dhe mandatohet si i pari i atij komuniteti, ka detyrime të mëdha dhe asnjëherë nuk e kam parë me syrin e të justifikuarit të gjërave. Pra e shikoj si pjesë të pandar të detyrimeve ligjore dhe morale që ai ka për komunitetin e vet në çastin që ai është i votuar. Dhe nuk do t'i shikoja si të tilla pra morale, sepse përfaqëson ato vlera të cilat ai ka premtuar përgjatë kohës. Patjetër, që të zgjidhet një kryetar komune apo bashkie duhet të ketë një sër vlerash që të zgjidhet si e tillë. Por do doja të dilja në vim dhe të fjalës zotit Semini që shpesh herë rezulton të jetë produktiv, të krijojë një punë me efikasitet, po ndodh dhe që dështon.
këtë nuk doja ta justifikoja as unë dhe as qytetari më i thjeshtë, sepse është titulari ai që duhet gjej levat dhe mekanizmat që të funksionojnë si të tilla për të bërë ky i pari i këtij vendi produktiv në punën e vet, pra për t'i shërbyer qytetarit, sepse po t'i vëmë re nga përvoja, tham që bëjmë dhe përjashtime, po nga përvoja jon kemi parë kryetar komune dhe bashkie që mbledhin supet duke u shfaqsuar nuk më lë partia, po ja dhe këshilli jam në vijim të asaj që thash dhe të kësaj që po thot zoti Semini. Pra, në qoftë se një titullar është i zoti për të drejtuar një X vend, atëherë ai ka të gjitha kompetencat dhe e ka rrugën e hapur për të gjitha mënyrat për t'i shërbyer qytetarit. Mjafton që të dojë, mjafton që të ketë dëshirë që t'i shërbej qytetarit. Suaqim do të forcave politike të drejtën e zgjedhjes kandidaturave. Gjithsesi. Jo, dhe mbasi do të ndalemi më vonë që të flasim për këtë. Zoti Semini, kishte diçka për shtuar? Jo, nuk kisha ndonjë gjë për të shtuar. Po. Ideja ishte këtu tani që mbase unë them që edhe politika e sotshme, e kujdo anë e qoftë, mendoj duhet të sjellë një risi të re, domthonë kuptohet që 92-shi, 96-ta, 2000-shi, 2003-shin janë vite që u shkallëzuan ose janë mandate që u shkallëzuan. Dhe tani është nuk do ta pranoja që një parti politike të mos arrijë të selektoj vlerën, të mos arrijë që të përzgjedh vlerën e dur për ta përfaqësuar. Po. Zoti Bone, do të ishim në vazhdim të pikërisht të kësaj pike, por është ajo që ne tham sa më pranë shtetasve, se thua që janë zhvilluar 5 herë zgjedhjet e pushtetit vendor dhe kjo sa më pranë shtetasve duke se u ngelet sërish abstrakte. Kam parasysh që gjithmonë ta përfundoj. Po, mbetet si moto. Dhe pavarësisht se ka 18 vjet, që janë zhvilluar zgjedhjet e para. Dhe gjithmonë kam parasysh që shumë ankime vijnë në drejtim të drejtuesve të pushtetit vendor. Tash dihet që nëse është shtylla kryetari i bashkisë apo i komunës, nuk është fjala se këtu ka një pushtet presidencial, sepse janë dhe disa, nëse po e përjashtojmë në këtë rast komunitetin, do ta marrim si palën tjetër, anën tjetër, atëherë le të shikojmë kryetarin brenda një sërë aktorës të tjerë që përbëjnë këtë pushtet, këtë njësi pushtetit vendor. Vetë kryetari, ose në rastin konkret 2 apo 3 nën kryetar, e gjithë administrata me drejtorit, departamentet përkatëse, 2. Por kemi në këtë rast edhe këshillin e njësisë së pushtetit vendor, i cili është pluralist. Nëse ka, më thënë, është koherente pjesa ekzekutive, pjesa administratës, se mund të ketë përjashtime të rralla që tjetë në një thtar i si thua që opozitës brenda administratës njësisë së pushtetit vendor. Qoftë edhe ai një specialist i mandatuar nga universiteti me rezultate të shkëlqyera apo dhe në praktikën e tij dhe në përvojën e tij të jetës. Domethënë, po e marrim në blok administratën, atëherë probleme të mëdha kemi që ky të jetë i lirë në ushtrimin e pushtetit, i lirë në kuptimin më të mirë. Fill të fjalës të vinte për palën tjetër të komunitetit, jo vetëm që është aftësia dhe talenti i tij, të dhënat e një karakteri prej politikani ose prej pushtetari. Ai duhet të ketë këto virtyte që kur se vihet dhe hip në pushtet përballë elektoratit vet. Po e marrim se në këtë rast është ai zoti me karakter të fortë për të shtuar pushtetin e mirë, ekzekutiv në të mirë të komunitetit edhe të tërësisë të kësaj bashkësie. Atëherë problemet më të mëdha do të ketë nëse ai ka një koeficient fare të vogël në personalitetin e tij, një mangësi, ta zëm një 10%
edhe 90% ai është plot me energji, plot me mençuri, plot me dije, plot me vullnet për të ushtruar të gjithë këto nëpërmjet pushtetit të tij, atëherë sa ai është i aftë në këtë rast për të mbajtur pranë këtë detachment të fuqishëm që është ekzekutivi e tërë administrata, por problemet pastaj se sa ai është i aftë në kuptimin ideal brenda për brenda këshillit të komunës apo të bashkisë, sepse këtu bëhet ajo që ne i themi pozit apo opozit. Pozit këtu në rastin ideal do të ishte që ai ta jepte votën kur ti ne meritoje, por nuk ndodh në praktikë. Domethënë, nëse jemi i të majtës, edhe e majta është në pushtet, atëherë ne do të jemi pro, edhe kur nuk duhet të jemi pro, dhe kjo është shumë e keqe. Edhe duhet të jemi kundër, kur ne duhet të jemi pro dhe jemi kundër, sepse ne përfaqësojmë një forcë politike, si thuaç, po në fundit, çdo të thotë, çdo cili esenca këtyre forcave politike. Ushtarizimi. Po kjo të reshtohesh në gardë, sepse nuk mund të thuash jo kur duhet të them po me plot gojën. Edhe të kapes pas bishtrave, domethënë pas gjërave të dorës 4 dhe të 5, për shembull, kur kemi probleme të dorës së parë për të zgjedhur. Atëherë do të dalim nga kuadri i këtij këshilli të komunës apo të bashkisë, edhe vërtet do të vemi tek forcat politike që përfaqësojnë këtë pushtet. Dhe përsëri po dal këtu që opozita do të luhet në emër të komunitetit, kuptohet në rast pa nëpërmjetës, por edhe përmes legjislacionit. Domethënë është pushteti, si thuhet, drejtësisë, ai që patjetër duhet të vërë në vend gjërat e mbrapshta, sepse nuk ja del dot. Se komuniteti nuk është i organizuar, si thuhet, në blok, domethënë nuk është i organizuar komuniteti, sepse komuniteti fundit që përzierë si Këshilli i Bashkisë, nuk kemi dy komunitete ne. Kemi komunitetin e majt, pastaj kemi edhe komunitetin e djathtë. Në momentin që zgjidhet një drejtues mendor, ai përfaqëson si majorancë, përdor atë gabuar, si ata që kanë votuar dhe ata që s'kan votuar, sepse interesat e gjithë qytetarëve. Ai do të bëhet përfaqësues i gjithë. Atëherë edhe këshillat përkatëse, këtë duhet ta kuptojnë, sepse përfaqësohet vullneti i komunitetit. Dhe jo ana e politizuar e këtij realiteti. Edhe këtu neve nëse biem në kurse të tilla, atëherë ne bëjmë keq me dashjen e një komuniteti. Ne e bllokojmë pushtetin vendor për të realizuar qëllime meskine të një force politike e cila në fundit është inatçore. Do dalim edhe tek niveli fakti i këshillave, pak më vonë do të dalim tek mënyra për zgjedhjes tyre, po zoti Vestin. Atëherë, unë doja të shtoja diçka, domethënë në vazhdim të fjalës së profesor Pones. Ajo që ne themi dhe ajo që ne na intereson, sepse ne të gjithë që bisedojmë, flasim këtu dhe analizojmë këto probleme, e kemi një farë pozite shoqërore. Por ajo që dhëmb më tepër dhe ajo që influencon më tepër është se si e percepton qytetari i thjesht marrëdhënien e tij me pushtetin lokal. Dhe të gjitha këto, qytetari i thjesht nuk do të di. Për qytetarin e thjesht, zgjedhja zgjedhja që ai ka bërë, domethënë, konvertohet me shërbime. Pra, ai i ka dhënë votën e tij një kryetari bashkie, apo një X këshilli bashkiak, X antari të këshillit bashkiak, në mënyrë që kjo votë e tij nesër të përkthehet në shërbime. Dhe për të nuk ka rëndësi nëse politika ndërhyn, nëse politika domethënë fut hundët shpeshherë atje ku nuk duhet i fus, sepse është fatkeqësi që sot fieri vuan për një sër shërbimesh që janë emergjente dhe sapo u kristalizuan divergjencat në pushtetin qendror midis pozitës dhe opozitës, atëherë kaloi ai bllokimi i famshëm i buxheteve lokal, kaloi ajo mos rakordimi domethënë i këshillave bashkiak, ineficienca e tyre. Pra, politika qendrore u pasqyrua më njëherë pushteti vendor. Po pra, kjo është pavarësisht autonomisë që ka dashur të përfitojë pushteti lokal nëpërmjet kartës sociale që tham, apo ligjeve organike të miratuara, qytetari i thjesht morzotëri do të di çfarë shërbimesh ai disponon sot, çfarë të drejtash ka, dhe këtu influencojnë një sër faktorësh për mendimin tim. Qoftë zgjedhja politike, qoftë ndërhyrja e saj, qoftë edhe në shumë raste
të më fali zoti Semini, nuk është ideja atje, por dhe jo aftësia e disa të zgjedhurve për të qenë domethënë si thua atraktiv në raport me rolin që kanë marrë. Pra, shpesh politika, për mendimin tim, ka gabuar në zgjedhje. Zoti Semini është ish, nuk është aktualisht në funksion. Jo, e kisha fjalën, unë kam respekt, e kam ndjekur dhe komuna e Semanit, domethënë nga ato që unë kam në kohën që ka qenë zoti Semini, unë kam qenë adoleshent, por di që ka pas një funksionim shumë të mirë. Por fjala është tek ata, të më falin, domethënë tek ata pushtetar që e quajnë veten e tyre si thjesht të parët e vendit, si thjesht zotrues të asaj karikës dhe shumë pak shërbime ofrohen. Sepse ndoshta është edhe jo për fajt të tyre, është edhe për ato funksionimet e mbrapshta të këshillave, por ndonjëherë edhe për paftësi të zgjedhura. Pra, gabim të politikës në zgjedhjen e kandidatëve që më vonë ka marrë ato, si thua, ato atributet e kryetarëve të njësive vendore. Po? Po, zoti Semini, po? Ndoshta mbase do të mbështesja mendimet edhe të parafolësve. Sigurisht që unë kam qenë një nga ata që, si shumë shok të tjerë, që e kam ndier peshën e politikës, më thënë. E qartë. Dhe jo unë, po shumë të tjerë, edhe vetë qytetari. Edhe mua më vjen keq që ndoshta në momentin e tanishëm, kur jemi në vitin 2010, krijohen struktura paralele për bri pushtetit vendor dhe lokal, duke krijuar anomali për ato shërbimet domosdoshme që ka nevojë komuniteti. Për shembull, një strukturë domosdoshme kësaj që përmendëm. Po marrë thjesht aspektin e një ndërmarrje këtu në Bashkinë e Fierit, tu i sjellësit. Kryetari i bashkisë, në momentin sa ka vendosur kandidaturën, bashkë me pushtetarët, me këshilltarët e vet, ka dalë përballë një elektorati dhe me një angazhim dhe me një premtim që në platformën e tij do të sigurohen dhe do të garantohen këto gjëra. Dhe në shumë elemente të tregues të arritjeve të objektivave, domthonë të kësaj fushate, është dhe një shërbim publik tepër i domosdoshëm, siç është uji i pishëm. Dhe mua nuk më vjen mirë tani që për këtë si thua shërbim kaq të domosdoshëm për jetën e qytetarëve dhe të komuniteteve tona, të japë thjesht llogari një drejtues, një drejtor. Dhe lihet spostohet një titullar, siç është niveli i kryetarit të bashkisë, siç janë sikur është administrata e bashkisë, po sikur është dhe niveli i këshillit bashkiak. Dhe këto janë disa struktura paralele që si në hershmëri, por dhe tani vazhdojnë të lënë gjurmë dhe trag. Këto dualitete bëjmë për të kontrolluar njëra tjetrën, për çfarë do të shërbejnë, nuk e di se. Ndoshta ne më fal, edhe pak më linda, ndoshta ndërmarrje paralele. Më fal. Ndoshta këto dualitete kuptoj që nga ne shqiptarët ende nuk kemi arritur ato parametra, ato standarde që të themi, shiko, mbaroi gara, fillon ose më mirë fillon gara, fillon starti, mbaroi gara. U ndan fituesit, u ndan dhe të humburit. Në momentin që domon të humburit janë të humbur, ne aty fillon përsëri oponenca, domon aty nuk i jepet mundësi dhe hapësirë qeverisës vendore, stafit drejtues, kryetarit bashkisë apo të komunës që ai të shpalos programin e vet. Në fakt këto dualitete krijohen për shkak të decentralizimit të cunguar që ne kemi thënë her pas here. Pra sot nuk ka kompetencë ligjore bashkia apo komuna që të ketë funksion apo të drejtë veprimi mbi një institucion X, siç është në rastin konkret ujësjellësi, sepse flasim për një bashki me 80.000 banor apo me 100.000 banor që është thjesht aksionere e ujësjellës SHA apo jo, si në rastin konkret. Pra nuk ka të drejta ligjore të veproj. Por konteksti im është aty sa është i aftë apo e aftë kjo bashki apo kjo komunë të menaxhojë situatën në tërësi. Pra jo të veproj në arbitraritet, them në thonjza, jo të veproj kundër ligjit, por të gjejë rrugë të mesme alternative
në funksion të shërbimit të komunitetit në bashkëpunim edhe me këshillat e komunave apo bashkive. Sepse në pjesën ndërmuese të rasteve ne kemi këshilla bashkisht që nuk komunikojnë fare me ekzekutivin. Dhe këtë e dim të gjithë, e kemi hasur gjithandej. Por unë doja të ndalesha pak më parë, thamë që varet dhe nga personi që zgjidhet për të drejtuar një njësi vendore, dhe profesor Maku tha që ne ecim në siglën e një partie apo jo. Kështu jemi të ndërtuar ne. Pra kështu është komuniteti shqiptar i ndërtuar, kërkon që nëpërmjet një sigle të bëjë një zgjedhje dhe pasi dështon kafshon gjuhën. Lejem të bëjë ndërhyrje. Domethënë le të jetë në formë një pyetje për gjithë panelin. Normalisht një forcë politike përzjedh një kandidaturë, por krahas kësaj logoje të forcës politike, ky kandidat bart mbi supet e veta dhe vlerat individuale të tij. Pra, nëse do dalë në një fushat për të bërë një fushat në emër të platformës së forcës politike që ai përfaqëson, normalisht që ai ka dhe vlerat e veta përballë këtyre premtimeve që ka bërë ndaj elektoratit. Pra, nuk mund t'i shikojmë të ndara dhe të bëjmë atë unifikimin me gisht X person ka këtë sigël dhe këtë logo dhe nuk mund të shikohet jashtë kësaj partie. Jam plotësisht dakord me këto që po thoni ju. Dhe nëse do i referohemi përvojave ndërkombëtare, kandidatët që përpara se të shpallin kandidimin zyrtarisht, bëjnë disa sondazhe, pra anketohen në popull. Sa popularitet ka X kandidat për të shpallur si kandidat i vlefshëm zyrtar. Dhe në çastin që këtij kandidati apo pretendenti për kandidati bie populariteti apo është në nivele të ulta, ai nuk e shfaq fare si kandidat. Nuk do të rrezikoj. Pse nuk do të rrezikoj? Se ti mund ta marrësh si forcë partijake një legjislaturë, por në legjislaturën tjetër ti humbet shanset e kësaj force politike, nëse do të flasim sa të lidhura janë këto dyja me njëra tjetrën. Po. Prandaj ashtu sikurse duke marrë përvojë nga jashtë, ashtu duhet veprojmë dhe ne. Sepse bashkia apo komuna është një shtet i vogël që qeveris. Po. Dhe në çastin që ky X për bashkitë mbase jo, po kemi kryetar komune të pa arsimuar, pra me arsim që lëm për të dëshiruar. Vetëm sepse ka një sigël partia apo vetëm sepse mund të grumbullojë rreth vetes militant dhe është për të ardhur keq. Ai ishte më i arsimuar në atë zonë. Mund të varet nga ndarja, nga përbërja, nga komuna. Jo, ishte më i arsimuar në forcë politike, mund ta themi. Ose kishte popularitet brenda kësaj strukture politike. Dhe këtu është për të ardhur keq. Këtu duhet luftojmë dhe ne si media për të folur, sepse nëse ne do flasim një herë, do harrohet ajo nesër. Po nëse ne do të flasim disa herë në bashkëpunim dhe me OJQ apo dhe me vetë komunitetin, pse jo, atëherë do të mbet diçka, ndoshta këto parti politike do të reflektojnë, do të shikojnë brenda vetes. Çfarë duhet dhe çfarë kemi ne si potencial apo si kapacitet brenda forcës politike për t'ia vënë këtij komuniteti në shërbim me qëllim që ky të ketë akses. Printimi dhe katapultimi i vlerave më të mira njerëzore. Mund ta mini dhe ndonjëherë fjalën vetë, zoti Pone. Jam pikërisht te kjo pikë. Ushtar të bindur të partisë apo më mirë edhe pak deviacion do thoshë nga linja politike vetëm për të shërbyer sa mirë komunitetit. Ne gjithmonë diskutojmë për rastet ideale. Dhe nëse një kryetar i njësisë pushtetit vendor do të ishte idealist, ai do të ishte ballë për ballë detyrës, ballë për ballë realitetit, ballë për ballë problemeve, halleve, njerëzve konkret, familjeve konkrete, me gjitha stresëzimet shoqërore, me gjitha kategoritë, me gjitha institucionet, me ligjet për ballë. Edhe ai do të ishte si do të ishte një makinë elektronike që t'jep rezultatin e saktë aty. Ai do të zbaton dhe thotë çfarë po më thuati, çfarë po më këshillon, kështu bëhe. Po për fat keq ky idealizim bie në një prakticizëm sa partijak, po ashtu edhe e dyta, po ashtu edhe individual, po ashtu edhe në vartësi të situatës që krijohet nga njëra nga këshilli i këtij njësisë, i kësaj njësie pushtetit vendor, po dhe nga njësia brenda administratës. Pra janë një sër faktorës, por dëmi më i madh vjen kur ne kemi të bëjmë me njerëz, po e themi ashtu si sot populli kal karroce, i cili nuk mund të bëjë gjë pa pyetur partinë. Mirë po, në rastin konkret, këtu është s'është gjë tjetër, vetë se kemi një drejtim monopartiak.
Sepse, në qoftë se ti pafkëzimit e ka që ju thatë do të vemi atëre të ke kaluara. Neve flasim të shi që Zoti Festin me i përmendit të dokumentet e rëndësishme të botës, të Europës, për njësi të pushtetit vendor. Dhe atëre ne bjem në një situatë, në një uskrytë shumë të çuditshëm. Sepse, me dashje pa dashje, nuk kemi vetëm një reminiscencë me të kaluarën 40 vjeçare, po ne kemi një pasqyrim në një lidhje të dyanshme midis partisë që e ka vënë si kandidaturë dhe ky është zgjedhur me istarët ose me simpatizantët e kësaj force politike. Po atëherë, nëse ti përjashton anën tjetër, përjashton opozitën, përjashton zërin e komunitetit, zërin e të vërtetës, jemi para viteve 90. Atëherë jemi para viteve 90 dhe u mendoj se ky është një problem tepër i rëndësishëm. Nëse nuk kuptohet në mënyrë të tillë që kjo nuk duhet të jetë në mënyrë fanatike, nuk duhet të jetë e çelik, domethënë një hekur, një monument kjo lidhje, por kjo duhet të jetë e lakuar e lëvizur në bazë të kushteve, sepse në fundit ne e dim që platformat, qoftë majta, qoftë ata, nuk kanë lëvizje kaq të mëdha tek ne. Domethënë këtu është vullneti për të zbatuar një qeverisje se sa ty nuk të le, sepse çfarë do të pengonte në këtë rast një platformë që ti ke ardhur nga e djathta ose një platformë që ka ardhur nga e majta. Detyrat e njësisë së pushtetit vendor janë shumë të qarta. Edhe nuk janë aq të lidhura me partinë, nuk janë të lidhura për mua fare, po janë të lidhura me qeverisjen, e cila në rastin konkret, o është me këtë ose kundër kësaj. Edhe nëse neve na dalin probleme të mëdha në Këshillin Bashkiak për buxhetet këtu, në rast pa në Fier, po dhe në Patos, atëherë sa informacion kemi, cila bashki e djathtë ka probleme ku ajo përbën shumicën në një këshill të njësisë vendore. Ku në Shijaka, në Shkodra, në Elbasana, atje pëse nuk janë këto probleme, po kalohet buxheti të paktën në mos janar, kalohet në shkurt. Tash u futëm në vjesht. Këto janë të papranueshme, këto janë shembull i keq edhe për jo vetëm për bloku lindor të demokracive të reja, por për atë Evropën perëndimore janë të habitshme, të papranueshme. E qartë. Nuk percepton dot ashtu si thotë. Në fakt doja të vijë. Faktë do të jepja fjalën zotit Selmini, po. Gjithsesi. Kërkoj ndjes. Tha pak më parë profesori që çdo drejtues pyet si ta bëj këtë dhe pyet partinë. Duke trajtuar partinë si një, le të themi, si diçka ballina, është fasada, gjatë gjithkohës. Si diçka amorfe që ne nuk po e njohim kush është kjo partia në fakt. Dhe ne qytetari nuk arrin ta perceptoj kjo partia drejtohet nga njerëz apo është një material, një objekt dhe nuk ka kthim mbrapa. Pra, ne kemi përfaqësues të komunitetit të zgjedhur, të cilët jo për të bërë idealist, por për të mbrojtur një të drejtë dhe një të vërtetë, duhet që brenda kësaj partie të ngrej këto probleme për të rregulluar dhe ato ligjet e brendshme të funksionimit. Sepse unë kam përshtypjen se këta që qeverisin partinë apo që drejtojnë partinë janë pjesë e komunitetit dhe nëse do t'i njohin nga afër këtë lloj probleme, kam përshtypjen se nuk do të jenë në kundërshtim për të dhënë një shërbim për komunitetin sepse si kushton asnjë gjë. Pra, është ikë me dy presa për drejtuesin e pushtetit vendor. Unë e bëj me faj në rastin konkret kur justifikohet me SML partia. Jo se nuk bëjmë faj drejtuesit e partisë që kërkojnë ta monopolizojnë dhënjësinë vendore. Nuk është komoditet. Por është ky i zgjedhur që ka rolin e vështirë të udhëheq komunitetin, por të bëhet dhe lidhse me unë drejtohet pyetje pak më vonë edhe zoti Semini, nuk mendoj se është komoditet që një drejtues i pushtetit vendor të nxjerrë këtë kostumografin politike herbasere. Përkundrazi, përballë elektoratit apo përballë atij që ka marrë votën, po them. Më dëgjoj, në qoftë se tani nuk flasim për persona që kërkojnë të qeverisin, të pleqërojnë në drejtim të një komune apo të një bashkie. Flas për persona të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm. Në çastin që ti zgjidhesh
mundet që të kesh dhe mendim kundër brenda partisë, mundet dhe të përjashtojnë nga partia, po aman ato 4 vite që ti je i zgjedhur, ke ditur që ti shërbesh me ndershmëri dhe devotshmëri këtij komuniteti dhe je bërë një model, je bërë një shembull dhe vetë qytetari nesër të kërkon. Qoftë dhe pa një sigël partie, për çfarë do atë sigël partie kur ti nuk ke qenë i denjë për të përfaqësuar emrin tënd dhe të kësaj partie? Unë më falni, po mendoja për një moment sikur e kemi kryetarin e njësisë pushtetit vendor të pavarur. Nuk e ka kandiduar asnjë nga forcat politike dhe asnjë nga partitë e panumërta të paktën që ishin para ndryshimeve në kodin zgjedhor. Domethënë, atëherë si do të vepronte ky? Ky do të ishte në kuptimin e asaj që tham ideal, pra ai do të kërkonte të vepronte në bazë të ligjeve, të së drejtës, të moralit, të ndershmërisë përpara komunitetit dhe përpara gjithë administratës që drejton dhe shtroj pyetjen, si do sillesh këshilli i njësisë së pushtetit vendor me këtë? Sepse këta janë ot majt ot djathtë. Ata nuk do vend atëre si do vend? Këta do vend pyesin këtë nga e majta dhe ata do pyesin nga e djathta që të japin zgjidhje një problemi që kyt në këtë rast. Unë e imagjinoj, do më falni, po në këtë rast do ta imagjinoja kryetarin e njësisë së pushtetit vendor si të pavarur në kuptimin e mirë fill të fjalës, qoftë nga e majta, nga e djathta, ani nga kadalin, nga burimet, nga zona fillë, nga ana burimore. Pra, ai do të veproj për një problem ashtu si që kërkon arsyetimi njerëzor, si që kërkon ligji, si që kërkon e drejta, dhe jo si që shpëritet nga e majta pa nga e djathta. Atëre do të krijosh një blok koherent, domethënë, do të kishim një, sepse ashtu si thua dhe kolegja Majlinda, nuk është kjo e një blok graniti, një shkëmbë i paçar, mbasi njerëzit lidhen me fije njëra me tjetrën. Familja e këtij këshilltarit të bashkisë është ky është i majtë apo i djathtë, po familja nuk është e tëra e majtë e djathtë, për mos them pasaj për 100 apo 200 fije të tjera që na lidhin me njerëzit, të cilët habiten me një qëndrim kur ky vjen hapur era parti, në kuptimin e keq të fjalës. Po, atëre, zoti Semini do dhe fjallën pas zotit Veshtin. Do të kem një formulim të pyetjes, po? Në vazhdim të asaj që tha profesori dhe në vazhdim të diskutimit të zonjës Majlinda, domethënë, të cilën për mendimet e saj falenderoj shumë, do të thoja këtë: njerëz të ndërgjegjshëm dhe të devotshëm nuk ka asnjëherë. Këtë ta heqi mendje gjithë secili prej nesh. Secili prej kandidatëve në momentin flasim kur fillon starti i garës, në momentin që përfundon ky start dhe përfundon gara, domethënë, dhe secili kandidat sapo fiton, atëherë duket sikur tjetërsohet. Dhe çfarë do të thoja me këtë? Kjo vjen për dy arsye. Në radhë të parë, ligji nuk është shumë i qartë, nuk është shumë koherent, dhe e dyta, ne në diskutimin ton këtu kemi harruar një gjë shumë të rëndësishme. E përmendëm komunitetin, por kemi harruar se komuniteti është në atë shkallë në të cilën është. Zotëri, nëse shumë nga ato shërbime që ne do të na afrohen, ne nuk dim të kërkojmë, atëherë çfarë do të marrim? Dhe është ajo thënie e famshme, ai që nuk di se ç'kërkon, nuk ka kursesi ta di se çfarë do të marr. Pra është në shumë vende të botës, prandaj demokracitë ecin. Domethënë, ajo që e vën në lëvizje një organ, sepse këtu qeveria e jon, domethënë, në kuptimin e mirëfill të fjalës, është pushteti lokal. Dhe them, nëse ne si publik nuk dim se çfarë kërkojmë, se çfarë shërbimi na nevojitet ne si publik, e më thoni, cili është në një pushtetar apo në një organ i qeverisjes vendore që ka bërë sondazh mbi preferencat dhe mbi nevojat që ka shërbimi i publikut. Dhe ato projekte gjëja për takim me komunitetin, për mendimin tim, përderisa nuk kanë dhe rezultat, janë thjesht, domethënë, boshe. Sepse publiku, domethënë, nuk di rolin e vet, akoma nuk është i ndërgjegjësuar, nuk është i sensibilizuar, domethënë. Jo më që publiku të analizoj ligjin me të cilën, domethënë, funksionon pushteti lokal. Pra, në shumë raste, publiku nuk kërkon të drejtat e veta. Publiku t'i kërkohet detyrimi të paguajë taksat, të kryejë ato detyrimet që kanë ndaj këtyre organeve, dhe shpeshherë publiku vet nuk di, komuniteti, të më falni, nuk di vetë se cilat janë të drejtat e veta, domethënë. Dhe kjo
domethënë çon për mendimin tim në një përgjumje të vetë organeve, domethënë. Pasi këto organe nuk e kanë të qartë se çfarë preferencash ka pushteti lokal, domethënë komuniteti. Po të shikoni, domethënë, janë projekte të mbartura. Ne jemi një bashki, flas për Firin të paktën, me rreth 100.000 banor dhe nuk kemi akoma një shërbim urban, domethënë. Kjo është minimalja minimaleve. Dhe ne kemi një lumë që na, domethënë, për shumë të tjera, apo për shumë qytete mund të ishte krenari dhe mund të ishte një çlodhje, për ne është kthyer në një gangren. Dhe askush nuk përgjigjet, domethënë, për këta qytetar të cilët thithin ajër të ndodhur çdo ditë, dhe askush nuk merr përsipër detyrimet që ka në fundit. Mos zotëri, që nga momenti që je zgjedhur, ti ke një kontratë me qytetarin. Qytetari të ka dhënë votën që kjo votë të përkthehet në shërbime. Atëherë cilat janë rezultatet e tua? Është koha për bilancet të fundit. Natyrisht. Zoti Mana i ka dhe një problem tjetër se ndonjëherë drejtuesi i pushtetit vendor, atë që ju thatë pak më parë që komuniteti nuk di se çfarë kërkon, ha? Është vërtet. Është vërtet. Ndonjëherë mund ndodhë që drejtuesi i pushtetit vendor t'u pëlqejë kjo mosdije e komunitetit dhe i lënë të pandërgjegjësuar gjatë gjithë kohës, sepse kështu është dhe rehati e tyre apo jo? Të më falni për atë shprehjen, domethënë paneli të më fali, po uju mirë gullon në shumë raste. Megjithatë unë isha shumë dakord me ju me atë që thatë që nuk ka të ndërgjegjshëm dhe devotshëm. Por po vazhdoj. Jo, e kisha fjalën, është ligji ai, sepse demokracinë ju e dini më mirë se unë që do të thotë diktaturë nëpërmjet ligjit. Po. Atëherë, është ligji ai që e mban të mbërthyer fort një pushtetar, qoftë qendror, qoftë lokal apo një punonjës të administratës në marrëdhënie në koherencë me punën që ai kryen. Dhe kjo është më kryesorja. Po. Pastaj devotshmëria apo ndërgjegja kalon në aspektin personal. Domethënë, dhe aty vlerësohet një kandidat. Apo jo? Po, e qartë. Zoti Semini. Atëherë, e vështirë duket për të qenë përfaqësues i të gjithëve për te spektrave politike. Është një rezume për mbledhje të gjithë asaj që u than nga kolegët tanë këtu dhe nga të ftuarit. Po unë do të kthesha pak në fillim të bisedës që po. Unë do të gjykoja dhe do të argumentoja që çdo forcë politike, çdo subjekt, edhe ajo pavarësisht se është subjekt politik dhe ajo ndërton një program ekonomik, social, investimesh e tjera, shërbimesh publike e tjera. Dhe në sikël të subjektit përkatës do të dalë një individ që do të kërkojë mandatin e ri. Normale, me mbarimin e fushatës i mandatuari ose titullari, kryetari i bashkisë ose i komunës i dal nga zgjedhjet, mendoj që jo sepse duhet të krijojë atë hendekun, atë çarjen midis subjektit politik që e ka suportuar dhe e ka çuar në atë pozicion për të mbrojtur edhe ngjyrat e siglës, edhe objektivat që ka çdo subjekt politik, por unë them që ai në atë moment duhet pushoj, kuptohet, të punuarit si një nënpunës partie. Por të merr një detyrim ndryshe puna dhe detyra, që do thot shërbim për qytetarët dhe komunitetin. Për të do hyjë në derë të gjithë pa dallim dhe pas një lloj mëdyshje, që është i majtë apo është i djathtë. Në derë, në zyrën e kryetarit bashkisë apo të kryetarit komunës do të hyjnë të gjithë. Dhe ai është detyruar ti shërbej, ti përcjell, ti mirëpres, t'u jap në mundësitë e duhura dhe gjithmonë bazohen në ligj zgjidhjet e kërkuara. Lidhur me problemin tjetër që trajtuan edhe shokët, mendoj që sigurisht që pushteti vendor, pushteti lokal është një art më vete, domthonë në mënyra të qeverisur, do të thoja. Por këtu e tha mirë profesor Magu që këtu nuk është vetëm kryetari i bashkisë apo i komunës. Këtu aktor është edhe stafi, edhe administrata. Këtu është edhe këshilli bashkiak. Këtu është edhe domon ai që tha me të drejtë, edhe Zoti Manaj, që edhe qytetari vet. Pra për mua si të zgjedhurit vendor, edhe komuniteti dhe qytetarët janë aktorë të domosdoshëm për një... Në fakt, ta vazhdoj se... Jo, do të ive edhe një ngacmim, edhe një tjetër po gjithsesi. Shiko, fati ynë i keq është që e lëm një këshillim bashkiak apo komunë. Administrata.
flasim për çdo institucion, por në rastin konkret qeverisë vendore. Nuk ka arsye pse pra vetë kryetari i komunës apo bashkisë nuk duhet kërkoj të vendos veto. Për asnjë gjë. Po jap një shtypje, më fal. Të rastit ai mund të çojë në qiell ose mund të rrëzojë në tokë. Më lër ta them edhe këtë. Në çastin që edhe këtë. Jo, më lër të them edhe këtë tjetër. Që në momentin kur ndryshon administrata, ardhja e një drejtuesit pushtetit vendor dhe ndryshon administratën, këtu merr ngjyrës politike. Po, do të ndalem pak më vonë tani ta vazhdoj. Vazhdoj. Pra, në këndvështrimin tim, si do ta shikoja unë një qeverisje demokratike të pushtetit vendor? Në çastin që ky kryetar komune ose bashkie kërkon që rreth vetes, pra le të jenë disa shkallë këto, të cilat do të grupohen për të sjellë atë produktivitetin e një qeverisje vendore. Pra, në çastin që ky kërkon të mbledh disa intelektual të qytetit, jashtë forcave politike, jashtë ngjyrimeve të tilla, në çastin që ky arrin të bëjë një tip bordi të tillë, sepse ka të drejta të rezervuara kryetari i bashkisë apo komunës, apo jo, Ladi, nëse gaboj, për të vendosur firmën. Por, kur këtë firmë e vendos me 5 apo me 6 intelektual të qytetit, apo të fshatit, apo të komunës, të zonës që ti drejton, atëherë merr më shumë peshë dhe kam përshtypjen se dhe vendimi është më i pashë. Pra, është vendim i nxjerr i shtrydhur nga intelektual. Nuk është vendim i marrë nga kryetari i partisë, sepse ashtu mund të bëhesh e fare mirë kryetar partie, dhe s'kishte arsye pse të kërkonte qytetari një shërbim. Vinte po të ishte në atë cikël politike. Është qartë. Domethënë të mos ndalemi tek këshilli, sepse fare mirë mund të thonë që është këshilli, është tjetër, ka të tjera të drejta, këshilli dhe të tjera detyrim. Tjetër hall. Zoti Pone, pra sa pas thash pak më parë, ndoshta do të kthejmë prapë tek ju zoti Semini, që në momentin kur një i zgjedhur që ka marrë shumicën e votave për të qeverisur një si vendore, bën emërimin organikës ose të administratës së re, atëre që këtu duket sikur kompromentohet pak me atë nuancë politike që ne tham pak më parë. Në mos gabohem, unë e thash qysh në fillim, se do isha kureshtar të dia, sepse nuk e kemi statusin e në punësit. Në këshillin e bashkisë, këtu i kemi të Majtë dhe në Vlorë, Berat, do të thënë Korçës apo të Durrësit, në administratën e bashkisë. A ka në një socialist? Do të thënë, që këtu du të kuptojmë që nuk duhet të pranojmë në arsyetimin dhe logjikën tonë që të ketë përmbyshje të një administrate. Nuk është si një flet kapaku, që e kemi kështu plëmën e dorës, ose plëmën e dorës, edhe ne me njëherë po e kthejmë teja. Këta që ishin këteja, këta janë të tërë përmbyshje dhe hajtë të shi të bëjmë 100 apo 200 apo 300 veta, dhe këta, për të mos mendojë pasaj pranët shoqërore, për problemet, për punësimin e tjere, ku do venë këta njerës. Do më thënë, atëre çdo ndodhi që kur të na duhet të mlidhen në Tiranë për një koncert ose për një tjetër, do të nisin varg 50 autobusë të mbështesin qeverinë e madhe ose opozitën e madhe. Tashi, unë nuk e mendoj jo vetëm mësuesi, domethënë po të dalin edhe nxënësi i shkollës të bëhet, nuk bëhen gjërat me përmbysje radikale. Në fakt është modeli ynë i keq i qeverisjes në Shqipëri. Ne po krijojmë një përvojë. Sot, momentalisht ne kemi parti të vogla, për të mos e shpërndarë dhe idenë, parti të vogla me 4 anëtarë, që 4 janë bërë drejtora drejgjimori. Pse fitoi u bë pjesë e koalicionit? Ku e shikojmë ne vlerën? Ku e shikojmë ne intelektualin? Ku e shikojmë ne personin i cili duhet që t'i përgjigjet një pune për t'i shërbyer këtij komuniteti? Ne kërkojmë t'i gjejmë punë sepse na mbyt militantit. Unë po mbështes përsëri mendimet dhe diskutimet e shokëve që në këtë aspekt, në vend që neve të reflektojmë dhe të bëjmë hapa para, të shkojmë drejt standardeve, ne po bëjmë, jo që po bëjmë në vendumbror, po herë shkojmë edhe mbrapsht. Edhe mua më vjen keq që një titullar, një kryetar bashkie apo një kryetar komune, më njëherë sa zgjidhet, fillon edhe bën atë pastrimin radikal të administratës.
të kombëtar. Përpara se ta filloj ai, zoti Semini, përpara se ta filloj ai tek dera apo tek porta, ai ka një rresht, një vargan militantësh, të cilët i kanë thënë shikoj se unë të ndihmova, prandaj dua këtë vend dhe i kanë përcaktuar, ata e kanë bërë administratë. Sigurisht, jep ma borxhin. Edhe mua këtë do të shpreja, thash një keqardhje sepse shteti, ato janë parat po të këtyre qytetarëve, po të këtij komuniteti, që ai investon për atë në punë shteti, për atë financier, për atë inxhinier, për atë jurist, investon. Kur them investon, sepse edhe ai nënpunësi nuk thjesht bën atë listë pagesën apo bën atë projektin, por edhe ai nështrohet disa trajnimeve. Po mund të them një herë në muaj apo muaj për muaj dhe tër vitin. Dhe ky është një investim që bën shteti, janë kosto. Dhe mua më vjen keq që ajo vlerë që përgatitet si një vlerë, si një eksperiencë, si një përvojë, si një shkollë, vjen një ditë bukur, ai hidhet në rrugë pa gjën më të vogël. Edhe këto janë vërtet. Sot kam jo më larg se sot, kam biseduar me një inxhinier të vjetër që normalisht punon në një institucion, por me rënje detyre. Pra, ka qenë gjatë gjithë kohës para viteve 90 drejtor në disa pozicione dhe është specialist i vjetër dhe kur e kam pyetur si shikon këtë lloj sistemi sot, kur antivlera ka ngritur krye. Dhe nuk po flasim këtu tani për një qeverisje 4 vjeçare, po flasim për një qeverisje 20 vjeçare. Ja do falë edhe pak dhe më tha kafshoj gjuhën e dashur me Elinda. Kafshoj gjuhën sepse sot tha mbizotroni forti. Sot ai të thyen turin, tekstualisht kështu më ka thënë. Nuk do të di se sa di ti, se sa kapacitet ke, ai të rretha. Dhe është për të ardhur keq. Mbase tek shikuesi kjo tingëllon dhe për të qeshur, ka është realitet. Unë do të ndërsa edhe të përbërja në fakt edhe të përbërja e këshillave të njësive vendore, bashkiake apo të komunave. Bën listat me të vazhdojmë ladje di. Jo, normal, vazhdoj se kam edhe unë dëshirë. Ndoshta po flas me pak më vazhdoj. Pa përjashtim, bashki dhe komuna që qeverisen nga të majta dhe nga të djatha. Sot kemi antar, unë thash pak më parë që ne kemi kryetar që janë të pa shkollë, është për të keq, por ne kemi antar këshilli që nuk ja kanë haberin e shkresave fare. Që nuk njohin shkronja dyshe dhe mua më vjen shumë keq, ndoshta kjo është akuzë e rënd, por nuk i njohin shkronja dyshe. Dhe nuk dua të flas me emra konkret, por njoh. Këtë është ironi e fatit. Jemi në këtë shekull kur ne duhet të shtronim një rrugë për pasardhësit tanë. Dhe ne këtë nuk e kemi arritur. Ne jemi ende në ajër. Edhe nëse do të kishim një drejtues. Ne vjen shumë keq sepse flas për pushtetin vendor sepse është i vetmi institucion i cili ka lidhje direkte me qytetarët. Na lër të flasim një herë dhe ne. Në rastin më fal se po ndërpres. Imagjino si do të punonte një drejtues i pushtetit vendor me këshilltar të tillë, vetëm kaq. Në rastin më të mirë, sot neve dham në televizionin ton, dham një lajm për buxhetin e qeverisë vendore të bashkisë. Po, a nuk është për të ardhur keq që një bashki me kaq potenciale, me kaq domon resurse, të arrijë që ajo të punojë me 1/12 e buxhetit të saj, të mundësive të saj? Është domon është një të merr, është një llatari që një bashki që ka një të ardhur të mirë, ka një grant, ka një ekonomi të patun që siguron ritme, dhe ati i thua shiko, mo vrapo me 150 me 200, po ti do vraposh me 20 metra. Pra është një tortur. Harrojmë që këto janë kosto për qytetarët. Kjo do të bëjë përbërja e këshillit me gjemi aty, përbërja e këshillit apo tek ajo që tha zoti Manaj pak më parë, ka zbritur politika qendrore, ajo që pasqyrohet e politika qendrore ka zbritur dhe këtu në pushtetin vendor. Sigurisht unë nuk mund po, të dyja bashkë kanë rolin dhe fajet e veta. Me ushtar të bindur, të gardës, e ka shumë të lehtë. Ushtari bindur ai i tsar. Zoti Doger që ku shërbejon Bugjejovic në kuptimin që nëse vihet në pozicionin e një shuegu, atëherë nëse ka që ai nuk di as shkronja dyshe dhe nuk di të hedh filmin, atëherë këta janë ata
si thosh, që dalin nga temperaturat e larta të termometrit, të shkathët, të fort, të fuqishëm, me 40 gradë. Dhe ai që ka mend dhe ka përvoj, ai mbas është 20 gradë, nuk e ka këtë temperament. Këta do t'jenë në listën e të parëve. Atëre do të përzihet kjo kategori që përbën këshillat e njësive të pushtetit vendor me politikën e madhe që penetron shumë kollaj te këta militantë. E ka shumë të lehtë. Jo, në fakt, një nga arsyet që çojnë të parët në listët për antarë të Këshillit është edhe fakti që janë të fortë dhe ne kemi një përvojë të hidhur që në votimin ne duhet të mbledhim më të fortët për të ruajtur votën. Dhe ai rrezikon kokën atje, është i detyruar që të marrë çmim. Të marrë premium. Sa që ne tham, jep ma borxhin pak më parë. Ne e qartë. Këto janë hallka, është një zinxhir i tërë dhe pastaj e ndikojnë tek njëra tjetra. Zoti Ivane po. Atëherë, në lidhje me më duket se ne jemi futur pa dashje, të më fali paneli, domethënë sepse kultura është shumë më e lartë nga kaq, kultura e panelit, ne pa dashje jemi futur në kurthin e partive, në kurthin e politikës. Po diskutojmë dhe rrajmë gjithmonë të njëjtën temë. Pse ndodh kjo? Sepse është ndjeshmëria e kësaj, domethënë e funksionimit të pushtetit vendor, pra është ndjeshmëria më e madhe. Dhe është ajo që tha profesor Maku, ushtari i mirë zhveg. Dhe kjo i përmbledh të gjitha, mendoj. Dhe hajde sot të aspirosh për hyrje në Bashkimin Evropian, hajde sot ti përqasesh një demokracie, domethënë, aq të kulluar sa është demokracia perëndimore, demokracia e vlerave, me këtë mënyrë të funksionimit të organeve të tua, të institucioneve të tua, dhe shikoni se flasim sot vetëm për pushtetin vendor, por domethënë do të merrja spunto nga ai punësimi i militantëve që tha Majlinda, të cilën e përshëndes për mendimet e saj, domethënë, është ajo shumë prej ekspertëve sot fatkeqësisht nuk janë në vendet e tyre të punës. Dhe kjo është për të vënë duart në kokë, domethënë. Me çfarë do ta zhvillojmë ne këtë shtet, kur në vend të ekspertit punon militanti, kur ai është vetëm thjesht sa për të marrë rrogën atje. Jo vetëm, po flasim për organet e pushtetit vendor. Pra, dhe administrata e pushtetit vendor funksionon e gjitha në bazë të majorancës që ka një forcë politike. Dhe ishte ajo shprehja e bukur e zonjës Melina, një parti me 4 antarë dhe 4 drejtor. Nuk e di, unë bëja të pyetjen profesor Maku do nuk kuptoj ku o vadis. Tash ne ku po vemi, kuptimin e kemi në kuptimin praktik të fjalës, ku o vadis, le të ulemi në tokë e të themi që ne po vemi drejt zgjedhjeve. Të 2011-s. Të 2011-s. Pra janë kurse dhe vendor. Edhe këto janë, si thosh, që po hidhet një lloj bagazhi që do të ketë parasysh për mot. Prandaj, o burra, të dalim, si thosh, të hedhin sa më shumë njolla mbi kundërshtarin. Këtu në këtë rast, në Fierës të përbërja e tillë, domethënë që në Këshill bëhet një lloj majorancë, kurse kryetari dhe administratën e kemi të majtë. Të djathët për bëjë një majorancë, në qytete të tjera shkret ndryshe, por neve po vemi he për he, drejt zgjedhjeve të pushtetit lokal, vendor domethënë lokal, dhe në kuptimin e strategjisë kombëtare ne mund vemi në udhëkyqje të mëdha kështu. Sepse ne pushtetin që kemi më të afërt, mua më bëri përshtypje për shembull kur u mblos pleqësia dhe kishim një kronik të këtyre ditëve, u mblos pleqësia në një fshat, në Aliban. Shumë thjesht të zgjidhën një problem. Kishin problemin e mjedisit, ujrave të zeza. Mirë po, duke vajtur njësie tek ajo bërthama, me e vogël, ishte brenda një fshati. E të shikoja vërtet ishte një bukuri kur aty ishin edhe ishte kryetari i fshatit, që kishte dhe në tërheqe për punë moshe, ishin edhe të moshuar, kishe edhe gra, kishe edhe brezi mesëm. Mirë po, duke vajtur kryetari i komunës, së Novoselës, tek njësia me e vogël e këtij pushteti ku gjërat ishin fare hapur sy në sy, problemi kalonte më lehtë në zgjidhje. Domethënë nuk ishte të bënte aty që ky është i djathtë, ky është i majtë. Domethënë ishim afër ballë për ballë njëri tjetrit. Edhe sa më shumë që zmadhohet, problemet janë shumë të vështira. Në fakt ne kemi patur raste, profesori e di, por edhe shikuesit tanë, sepse kemi transmetuar disa herë kronika televizive,
ku qytetarët kanë qenë të gatshëm që të kontribuojnë për zonën e tyre vetë, në mënyrë individuale. Pra, kjo tregon që ne kemi qytetar të bindur, kemi qytetar, të cilët kanë dëshirë që të japin një kontribut për vendin e tyre në të mirë të ardhmes së fëmijëve të tyre. Por çfarë duan këta qytetarë? Këta duan fare pak, duan një mirë menaxhim, pra të zgjatet një dorë nga dikush. Dhe ky më së miri e bën pushteti vendor. Ky dikushi është pushteti vendor. Por më thuaj, zotëri, cili nga drejtuesit e pushtetit vendor, pasi merr mandatin, i njeh problemet e komunitetit të zonës. Asnjëherë. Më thuaj, cili është ai kryetar komune apo bashkie që e di sa janë sot probleme, familje me probleme sociale ekonomike të mirëfillta. Nuk e din. Nuk e din, sepse i kanë kanë vajtur vetëm thjesht për fushat, kanë lexuar atë programin që e tha Ladi që harton në fillim çdo forcë politike dhe pastaj janë harruar. Pra i duke mos njohur këto probleme të zonës, nuk njeh as mënyrën se si të shërbej këtij komuniteti. Nuk e gjen dot mënyrën. Po. Atë më falni, ai nuk e ka përzorshme se ashtu si se shpulti me 15-20 monitor në një bashki, në një komunë ka më pak monitor, po secila drejtori, secili departament është një monitor që tregon problematikën. Edhe që aty fillon njohja teorike, si të thosh, në standardet e larta, vjen brenda administratës së pushtetit. Edhe lidhja pasaj me komunitetin, ose me institucionet, me hallkat, është e dyta që vjen si mas. Në qoftë se këto kombinohen ti, ç'bëj njerëzit e tu, se ti do të njohësh problemet jo drejt për drejt, se si del koha të vej. Shumë mirë mund ta bëj dhe drejt për drejt. Ka një ditë pritje me qytetarët, një X kryetar bashkie apo komune. Një ditë fare mirë mund të shkojnë në një zonë të veçantë. Që të flasim si mund të qeverisë. Por në ditë për ditë, dhe ju e dini, kemi kryetar bashkisë dhe komunash, ku janë në Tiranë? Çfarë bëjnë në Tiranë? Janë në Tiranë, të gjithë. Janë anë teknike të cilët nuk gjenden. Në 5 ditë pune, 4 ditë janë në Tiranë, një ditë bëjnë pritje populli. Po, jemi drejt mbyllje sepse minutat e fundit. Për të inspiruar një pushtet lokal, zoti Semini, për të qenë më produktiv dhe me të vërtet më afër shtetasve. Çfarë duhet bërë desha të them? Çfarë duhet ndryshuar, si duhet të funksionojnë hallkat, ndoshta politika duhet të shikojë diçka më ndryshe në përzgjedhje, nuk e di se si, është një neve diskutojmë gati kaq njerëz më shumë për një orë dhe prapë themi që kemi lënë shumë gjëra nga detyrat e mirëfillta të qeverisë vendore, nga kompetencat, nga anën ligjore se prekën fare, anën organizative, ristrukturimet, sepse ne nuk e prekën fare. Këtu ka akoma komuna me 2300 banor, buxheti i tyre është i 100 lekë. Ka me mira probleme. Por unë do të thoja që nëse vërtet nuk do kemi paragraf të tjerë për diskutuar, unë do të thoja që të jepja një mesazh edhe për qytetarët, që qytetarët më duket po ju vjen radha. Nëse tani e kishin të zgjedhurit, qofshin këta titullar të nivelit kryetar bashkisë dhe komunash, edhe këshilltar, dhe ju la koha e nevojshme për të shpalosur, si thosh, ato arritjet dhe detyrat e mirëfillta që ato angazhimet, tani nga dalë koha erdhi dhe po ju afron qytetarëve. Dhe unë i ftoj qytetarëve që nuk është vonë të fillojnë dhe të mendojnë seriozisht dhe atë vot ta kthejnë tamam në shërbim të vetes dhe të komuniteteve përkatëse. Të balancojnë vlerat. Sepse po qëse do të tregojemi thjesht qytetar që do të rendemi vetëm mbas sloganeve, mbas thirrjeve, mbas urrave që bën një individ apo bën një forcë politike në kuptimin besoj që është momenti për të pasur maturi, për të pasur kujdes, për të pasur pjekuri dhe të arrihet ai rezultati i qelluar. Me qartë. Zoti Pone? Unë do të thosha që sa më i butjet me suspension elastik
polarizimi i politikës së madhe, sa më të buta t'jenë goditjet që vijnë prej saj, aq më të harmonishme do t'jenë edhe veprimtaritë edhe aktiviteti i pushtetit vendor. Sepse, në fundit, si që përfytyrojë në mënyrë metaforike, se cila njësi e pushtetit vendor është një copë e pasqyrës së madhe. E pasqyrës së madhe dhe ajo do t'a verboj, jo vetëm do të reflektoj pasqyrë e madhe, po dhe do t'a verboj. Se ndryshe nuk mund të ndodhte që të vi shtatori dhe në një këshill, unë nuk po flas fare, nuk kam në pasion për kajit dhe politikës, por si qytetar, si intelektual, e quj absurde që të mos jetë aprovuar buxheti. Pse? Se si do që jetë të puna, kemi një induksion nga politika e madhe. Do më thënë, edhe kjo është gjeja me i idhur. Do më thënë, jo jam dakord me zotin Semini që erdhi koha që qytetarët ta thonë, edhe ata do ta thonë ashtu siç mendojnë, pavarësisht nga dobësitë edhe të metat. Se disa qytetarët vetë e din problematikën, e din hallet, por qytetarët janë të organizuar veç në shkojmë në zgjedhje. Do më thënë qytetari thjesht organizohet individualisht. Individualisht është i organizuar. Edhe i ka të gjithë atë sistemin e tij të bindjeve, qoftë partijake, qoftë shoqërore, qoftë simpatike etj. Pra erdhi koha e një prove në gjithë Shqipërinë, domethënë edhe ne do të jemi të pranishëm me propagandën e madhe këtu në studio, do të na vinë përsëri me programet e tyre dhe ne do t'i mirëpresim, qoftë të djathët, qoftë të majtët. Pse? Se ne duam të mirën. Dhe për këtë bëjmë edhe këtë bisedë në emisionin tonë. Po, zoti Mane. Ajo që do doja të thosha unë, do me thënë, ishte një mesazh që politika të gjejë mënyrën dhe të jap frymë dhe jetë funksionimit të gjërave, funksionimit të ligjeve. Dhe qytetarëve do të kujtoja shprehjen e Rousseau që ka thënë, që kur ne vendosëm të përfaqësoheshim nga të tjerët, i vum pranga vetes. Prandaj është detyra e qytetarëve të zgjedhin që këto pranga të jenë sa më të lehta. Po. Rama? Në fakt, ju thatë për patur një qeverisje vendore efikase, apo jo, për të bërë një zgjidhje të duhur. Unë do ta shikoja në dy rafshe zgjidhjen e këtij ngërçi të krijuar. Pikë së pari do ta shikoja brenda partive politike që të jenë të kujdesshme në përzgjedhjen e emrave, të shikojnë virtytet e individëve, të shikojnë çfarë impakti ka ai në komunitet, jo sa i fortë është. Po. E para, ndërsa paralel me këtë, pra pa i shmangur forcat politike, sepse janë ato që përballen për të udhëhequr një vend, do doja që të funksiononin edhe daljet në mënyrë të pavarur të kandidatëve. Pra të lobohej për një skemë të tillë ku të kishte intelektual të cilët mund ta përfaqësonin denjësisht qytetarin pa një sigël politik. Nga shoqëria civile. Nga shoqëria civile. Në çast, sepse e tha pak më parë, festimi po vadis, në fakt ne po europianizohemi. Duam apo s'duam ne, janë vitet ato që po na çojnë drejt disa standardeve të tjera dhe në çastin që ne kërkojmë ta përqafojmë këtë. Pra, botën e qytetëruar, atëherë le të japim më tepër hapësirë kësaj lloj përzgjedhjeje që qytetari të mos jetë në ndrysninë e vetëm forcave politike. Sepse në çastin që ka dy kandidatët më të keq të dy forcave kryesore politike, ai do zgjedh më të keqin. Kur politika qendrore është ngërthyer nga një përplasje kaq e fortë, nuk mund të flasim dot për pushtetin vendor. Nga shoqëria civile, një intelektual dhe çdo qytet, çdo zonë, çdo krahin ka intelektual të mirëfill. Me qartë. Që kanë vlera dhe kanë çfarë japin këtij. Dhe kanë frikë se ai gjithmonë do humbas pas pati mbështetje një force politike. Unë shpresoj që prandaj thash paralel me këtë të gjendet një mënyrë, një skemë e cila do të funksiononte më së miri. Po. Ju falenderit, kemi ardhur në fund të bisedës sonë në studio. Më duhet në veçanti t'ju falenderoj ju zoti Festim për mendimet tuaja. Normalisht, siç e kemi thënë në hyrje, është biseda e parë në studio ku jeni pranishëm drejt për drejt, por nuk do të jetë e fundit. Ne do të kemi biseda tjera ku do të jeni pranishëm, edhe një herë falenderit. Falenderit dhe ju, zoti Pone, zoti Semini, Rama.
Të nderuar televizionistë, kemi ardhur në fund të bisedës son dritë oqeane këtë të premte. Ju kujtojmë se takimi i afërt do të jetë të premten e ardhshme në orën 21 deri atëherë natë mirë dhe mirupafshim.